Përcaktoni masën molekulare relative të kripës së edhët ose sulfatit të magnezit me 7 molekula ujë. Duke ditur që masa atomike relative e magnezit është 24.3, e sulfurit 32, masa atomike relative e oksigjenit 16 dhe masa atomike relative e hidrogenit 1. Nga formula molekulare shohim që përbëhet nga 1 atom magnez, 1 atom sulfur, 11 atome oksigjen dhe 14 atome hidrogen. Prandaj masa molekulare relative e sulfatit të magnezit me 7 molekula ujë llogaritet duke i mbledhur masat atomike të 1 atomit të magnezit plus masën atomike të 1 atomit të sulfurit plus masën atomike të 11 atomeve të oksigjenit plus 14 masa atomike relative të hidrogenit. Nga pasbatimit të vlerave, kemi 1 herë 24.3 plus 1 herë 32 plus 11 herë 16 plus 14 herë 1 dhe pas llogaritjeve të kryera për masën molekulare relative të sulfatit të magnezit me 7 molekula ujë fitojmë 246.3.